Publikimi i këtij dokumenti në gjuhën serbe në media vitin e kaluar kishte nxitur reagimin e zëvendës ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi. Aty pretendohej se është deklaratë e Durmishit kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhënë për policinë serbe gjatë 1998-s. E njëjta deklaratë sipas akuzës për spionazh ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Çerimit u gjet në telefonat e të akuzuarve. Nga dosja Images që ka 3466 fotografi, përfshihen fotografi të ndryshme duke specifikuar 3 fotografi dhe një deklaratë edhe në gjuhën serbe nga Hysen Durmishi, e cila dëshmi është publike edhe në media. Vlen të ceket se kjo deklaratë është gjetur edhe në ekzaminimin e telefonit të dyshuarit tjetër Muharrem Çerimi. Zëvendës ministri Hysen Durmishi, i cili vitin e kaluar këtë dokumente kishte quajtur të falsifikuar, nuk ka kthyer një përgjigje gjatë ditës për atë vend. Megjithatë, në reagimin e tij kishte thënë se nuk shantazhohet nga bashkëpunëtorët e Serbisë dhe se krejt ky veprim ishte bërë për shkak të pozitës së tij politike.